Në sfondin e protestës në Tiranë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s, që po gjykohen në Hag, janë zhvilluar replika të forta mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe lëvizjes vetëvendosje të Albin Kurtit, shkaku bën një deklaratë zyrtare e partisë në pushtet në Kosovë, lëvizjes vetëvendosje e cila kritikoi Ramën për rolin e tij në themelimin e gjykatës speciale në vitin 2015, duke cilësuar shëndrimin e sotëm të Tiranës si hipokrit. Reagimi i kryeministrit shqiptar erdhi menjëherë me tone të ashpra ndaj vetëvendosjes dhe i shëndrimeve të saj historike ndaj luftës dhe institucioneve të Kosovës. Në thelb të përplasjes qëndron mbështetja për protestën e cila do të mbahet të premte në Tiranë, por tensioni është shtelluar për shkak të shëndrimeve të ndryshme ndaj gjykatës speciale dhe rolit të UÇK-s në luftën për çlirim. E këtë çështje për bota sot e komentoi opinionisti Ded Preshi, i cili nuk kurseu kritikat ndaj kryeministrit Rama. Së parja i theksoi faktin se pikërisht Edi Rama ka lëbuar për formimin e speciales, kurse tani shtiret Kiense dëshiron t'i ndihmojë të akuzuarit nga kjo gjykatë përmes disa protestave. Përveç kësaj, ai vlerëson se Rama nuk mund të jetë më pro UÇK-s, sesa lëvizja vetëvendosje duke theksuar se kjo parti që nga fillimi ishte kundër speciales. Vetë Edi Rama ishte lëbuesi i formimit të gjykatës speciale që ishte e ditur botërisht se ishte në dëm të UÇK-s dhe tani bën sikur po i ndihmon atyre që janë në këtë gjykatë përmes protestave të vonuara, sepse tani është afruar të përmbyllet një proces i tillë dhe këto lojra janë të atilla që e bëjnë të vështirë besimin që jeni pro UÇK-s, por jeni duke kuptuar se çlirimtarët do të lirohen sa më parë dhe ju doni ta ilustroni këtë ngjarje me preferencat e juaja mashtruese. Nuk mundet më që Edi Rama më pro UÇK-s se lëvizja vetëvendosje që ka edhe çlirimtarët e saj në këtë gjykatë, e cila që në fillim të inicimit të kësaj gjykate, lëvizja vetëvendosje ishte ndër të parat me në krye Albin Kurtit, kundër formimit të saj duke e ditur se po gjykohen çlirimtarët dhe liridashësit e kësaj toke, po ashtu duke ditur se kjo gjykatë ishte produkt i Serbisë dhe i Rusisë. Krahas kësaj, Preshi konsideron se me veprimet e tij Rama po dëshmon se diçka po i mundon atë, madje përmendi edhe qëndrimet e tij për vendimet e qeverisë Kurti në lidhje me veriun e Kosovës dhe betejën me Serbinë. Jo vetëm kaq, por për të shprehur me një gjuhë ndërvëllazërore ndaj shtetit shqiptar, gjithë ajo që po organizohet nga Edi Rama ndaj Kosovës dhe kundër qeverisë aktuale me Albin Kurtin, sikur këtë njeri diçka po e mundon, duke shkaktuar edhe ngatresat të tjera të paperceptimta dhe veprime ndaj veriut të Kosovës, duke i quajtur si tokë huaj. Ndër të gjitha, Kosova nuk ka nevojë në këtë format të angazhohet Edi Rama, sikur në këtë rast do të ndërmjetësonte në marrëveshje me Serbinë, por ka nevojë për një mbështetje dhe renditje të politikave të një bashkë ballafaqimi me problemet që po i shton Vučići dhe Serbia dhe shtetit të Kosovës dhe popullsisë të saj, shtjelloi ai. Tutje opinionisti përmendi disa raste ku Rama ka dalë kundër Kosovës sa i përket disa çështjeve të brendshme, madje i konsideroi disa prej tyre si lojra të ndyrta. Edi Rama, në çështjet e brendshme të Kosovës, i ka futur hundë disa herë gabim, duke e marrë rolin me një Ciceroni të Vučićit për të prezantuar draftin apo modelin e një asociacioni për komunat serbe në veri të Kosovës që u propozuan së pari dy udhëheqësve të Europës, Gjermanisë dhe Francës. Pa u konsultuar fare me autoritetet e Kosovës, pse Edi Rama nuk po i ndal këto lojra të ndyta ndaj Kosovës dhe popullit të saj në një moment problematik në mes të Kosovës dhe Serbisë, po u ashtoni edhe më shumë barën, kur edhe më herët me Shqimthaçin ndeshët të realizoni shëndërimin e territoreve të Kosovës. Tani çka u ka mbet ta provoni me realizimin e një projekti dhe më të shëmtuar dhe në dëm të shtetit të Kosovës, shpjegoi Preshi. Në vazhdim, ai nënvizoi se raportet mes Kurtit dhe Ramës nuk janë në nivelin më të mirë dhe për këtë kishte disa gjëra për të dhënë për kryeministrin e Shqipërisë. Në këtë pikë vuri në dyshim rolin e Ramës, pasi sipas tij po përdor dy fytyrësi politike e për të cilën kishte disa arsye. Gjithçka sot në Ballkanin Perëndimor lidhet me stabilitetin dhe rolin e perceptimit të politikës serbe, e cila, me udhëheqjen e Aleksandr Vučićit, duket e pamundur edhe pse Europa po mundohet me përgodheljet e saj ndaj Serbisë, që në realitet nuk ka dyshim se rruga e saj nuk dallon nga e kaluara e Miloševićit. Edi Rama, pse nuk i keni sot marrëdhëniet e mira me Albin Kurtin dhe nuk angazhoheni për t'ia dhënë kuptimin më të mirë marrëdhënieve në mes të këtyre dy vendeve ndërvëllazërore, por përpiqeni e ju jeni të fiksuar dikund tjetrit
duke u koordinuar me politikat e Vučićit me të cilin nuk ke aftësi të përveçosh atë kriminal dhe ta bësh mik i shqiptarëve sepse ai është edhe modinak dhe kupton rolin tënd, të cilin po e luani me dy fytyra. Vetë Edi Rama drekën hante mashim thaqin në Hag, e darkën e shtronte me Vučićin, dikun tjetër, dhe kush do t'i besonte këtij udhëheqësi me rolin e tillë të dy fytyrësisë, ku i njëjti rol do luhej vetëm në kohën e Enverit, i cili po pretendonte ta trashëgojë me tipare të tilla në dëm të këtij kombi. Ndër të tjera, opinionisti shtoi se Rama nuk mund t'i ndihmojë Kosovës me disa protesta e në anën tjetër të synoi ta ndalë Kosovën. Ai vlerësoi se po synon të përçajë në një mënyrë popullin e Kosovës përmes politikave ndërpartijake. Prandaj Edi Rama me këto lloje të protestave nuk mund të trumpetoni në shërbim të çlirimtarëve të lirisë së Kosovës dhe popullit të saj, nëse me armikun shekullor të tyre bëni projekte për ta ndarë territorin e tyre, por na krijoni përshtypjen se shumica e botës së civilizuar e din se për çfarë bëhet fjalë. Do të ishte brengosëse që të harxhosh energji si një politikan i moderuar, madje edhe nga një këndvështrim tjetër, duke e përçarë në një mënyrë popullin e Kosovës përmes politikave ndërpartijake, që në syt dhe mendjen e këtij populli po figuron si një tradhtar i kombit shqiptar që e shohim me sy dhe e prekim me dorë, përmbylli det preshi për bota sot.